Konkretisht lidhje me Vjosën e kumë pas studente e një. Është njëri mirë, është nivel, ka disa suksese. Përshëndes, përzemërsisht, edhe vjen mirë që takoj ju personalisht, urdhani. Si e pret largimin e presidentes Vjosa Osmani dhe a është një humbje e madhe për Kosovë? Nëse e tham të vërtetën, si pëlqen kërkujt, por duhet me thonë të vërtetën. Kur udhëheca ma dopt s'kem pas. Menoj se sitat po punojnë, shoshat lavatriqet, po vinë kona ma të mira. Konkretisht lidhje me Vjosën e kumë pas studente e një. Është njëri mirë, është nivel, ka disa suksese. Por realiteti është se nuk ka njerëz pas avencushëm këtë botë. Të fillu prej kona ma të vjetra, deri në qëtë moment, edhe une, edhe ti nesra. Prandaj, unë mendoj, përsa e di, po vinë kona të mira, sitat po punojnë, shoshat po punojnë, po bëhet një farë seleksionimi, as vetë se di, po realiteti është se jem fazën e afirmimit të individualitetit, bokseri mirë, sportisti mirë, shkencëtari mirë, një, po, edhe integrimeve, ke parasysh integrimesh edhe me thonë, unë mendoj se këto gardhiqe, tham unë këta kufi në Ballkan jenë gardhiqe me hujt kalbër, edhe po vinë kona ma të mira në qatë elementin e kombit shqiptar mas 2000 vjetë, se na do t'jem sofra parë në Ballkan. Pavarësisht Albin Kurtit, Vjosës, muë, tyje, ai ky. Ka argumente. Më sfari, atë që i qujmë 3 detna shqiptarët i kanë me detna që si ka askush, lumi buna liqeni Shkodrës, hafron kombe shtete, një hektër tokë në Velipoj, në Ulqin, shtoj 7 herë ndimente ma të arta neto si një hektër tokë në Vojvodin. Ajo që ty e të shof edhe këtë djalin, është faktori njeri që unë t'i kur ku me nduhe se ndoshta në këtë drejtim kem që ashtu me thonë minusa, une kur erdha në fakultet e ju pash ju, tani po ju shë ju, ashtu edhe në Beu, edhe në Tiran, edhe në Shkup, atëra tham se faktori 1 është numër 1, faktori njeri është maj mirë në Ballkan, Evropë dhe në botë, resurset ekonomike jenë nën toksore, mbi toksore jenë ato, se për këtë asaj historisë e dim, e se dim, e nuk e kem mësu mirë, po është ma e mirë se që e dim, gjitha këto faktorë bëjnë që ju me t'ju qini 3 po vinë kona të mira, unë e përshëndes për këtë atë punë që ka bo Vjosa deri tash, e a bon ma të tje, as bon tash ta këshiqojmë, po jenë do gjona që s'kam qef me folë tani, se për këtë atë që qujmë shtet në ndërtim. Takimi njërit parë, a bon me folë? Pensioneve, edhe unë e nemen forumit për bashkëpunim dhe zhvillim ndërkufitar ndërshtetror, që bordin e përbojnë akademik të Kosovës, unë dhe 4 shtete fqinjë, unë po flasë për të lidhje me pensionet, a mund me qenë pensionet faktor integrimi nivel rajonal dhe global? Po tha profesor, po si e sfjegoni ju studente që keni mësu financat, që ti me pas rogën 12 herë më të madhe se unë doktor profesor me Universitet Zagrebit, a unë me morë të ardhurat njëjtë si ata që kanë kry fakultetin të unë, ndërsa në Kroaci, kolegu jem në nivelin të merë 4 herë më shumë, a presidenti ati shtetit Kroat merë 50% më shumë se aj. Ajo shpre, po profesor, jem fazën e shtetë formimit, këto probleme do të zgjidhen para 6 vjetë. Ne patëm një këshillim këtu. Gjithu udhëhecat e Kosovës si në Svis Dajman, i kumë thirë lidhje me temen, pensionet. Asnjë s'ka ardhë, asnjë prej tyne nuk ka kërku falje, ose me s'kërku falje, po thuj si jam në zonën, prandej, këta jenë udhëhecat e Kosovës sot. Dërsa dje, kush ishin e denti, e pardje, unë besoj se po vinë konat mira, do të vinë ajo që do të afirmohet individi, individualiteti, kombi shqiptar, dhe se meritat për këtë nuk janë veç gjeneratës teme, as gjeneratës juj, po janë gjenerata e më të vjetra, cilët kanë meritu dhe mrena 2000 vjetë, luftës tash,
po ndërtojmë atë edhe po fuqizojmë, shkaqojmë etnitet, identitet, denjitet, krenari, vlera vërtyte, këto mundsojnë liri, pavarësi, barazi, siguri, drejtësi. Faleminderit shumë profesor. A ishtë mirë, Allah i le e mësë në qërë. Kosova